Në Korçë, moshat e treta janë ato të fokusuara më tepër te shëndeti, duke kryer të gjitha ekzaminimet dhe kontrollet e nevojshme, ndërsa më të rinjt nuk janë plotësisht të rregullt sa i takon këtyre kontrolleve. Një gjë e tillë është vërejtur në fushatat e kryera her pas here nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Korçë. Në fushatat që ne kemi zhvilluar, kemi vënë re një rritje të edukatës shëndetësore të qytetarëve, drejtohen drejt mjekut të familjes, bëjnë check-upin siç aplikohet dhe e ka në fokus shëndetin e tyre. Të rinjt pak më pak kryesisht grupë moshat e treta. Qytetarët e Korçës kanë pasur mundësinë edhe në ditën botërore të shëndetit të kryejnë matje të tensionit dhe diabetit falas, duke marrë edhe këshillat e mjekut, një aktivitet që u zhvillua nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor. 7 prilli është dita botërore e shëndetit dhe në kuadër të kësaj dite Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor organizon një aktivitet për gjithë qytetarët. Ne sot ofrojmë matje të tensionit dhe të diabetit, njëkohësisht do të jepen edhe këshilla shëndetësore për të gjithë qytetarët të cilët do të jenë pranishëm në këtë aktivitet. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë rritja e edukatës shëndetësore te qytetarët për të pasur në fokus shëndetin, jo vetëm në ditë të veçanta kur zhvillohen të tilla aktivitete, por në çdo ditë të vitit.